Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, nëse vuani nga këto sëmundje mos hani lakra turshi. Mjeku i njohur rus ka folur për efektin e mundshëm të dëmshëm për shkak të mënyrës së përpunimit të lakrës dhe se si ajo ndikon në shëndet. Megjithatë, është e nevojshme të shikohen edhe veprimet pozitive dhe ato negative të lakrës turshi. Për t'i vënë lakra turshi përdoret një sasi e madhe e kripës, gjë e cila nuk është as pak e shëndetshme, aq më parë që pas ushqimit pihet një sasi e madhe ujë. Kur në organizëm futet sasia e madhe e kripës, personi mund edhe të sëmuret nga ngritja e shtypjes së gjakut. Kripa në organizëm bëhet ngarkesë për veshka, shtresohet në nyja dhe gjithashtu në enë të gjakut. Për shkak të kripës, teprica e lëngjeve gjithashtu në trup vështirë se nxirret jashtë, ndërkaq kripa që rregullon raportin e kaliumit dhe natriumit, ndaj edhe ndikon në ngërçe të muskujve, aq më parë rreth qafës dhe kurrizit. Nëse tashmë konsumohet lakra turshi, do të duhet që në tërësi ta eliminoni kripën nga artikujt e tjerë dhe nga racioni. Shqetësimi në duar dhe në këmbë shpesh shfaqet edhe si pasojë e disbalancimit të kaliumit dhe natriumit, të cilat i shkakton pikërisht kripa e tepërt. Kripa nga lakra turshi nuk eliminohet në tërësi, madje as me larjen e fletëve para konsumimit. Kripa nga lakra turshi nuk eliminohet në tërësi dhe me padyshim ajo është e dobishme, por duhet të jeni të kujdesshëm vetëm me sasinë e konsumimit. Fakti që disa persona nuk duhet ta konsumojnë lakrën turshi nuk do të thotë se turshit janë tërësisht negative për shëndetin. Lakra turshi është një ushqim i domosdoshëm, veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Është një burim i shumë vitaminave dhe ka gjithashtu një efekt tepër të dobishëm në organizëm. Ka të paktën 5 arsye pse ju duhet që të konsumoni lakër turshi. Përmban lëndë ushqyese. Përveç se është e ulët në kalori, lakra turshi gjithashtu përmban edhe lëndë ushqyese të rëndësishme si vitamina C, vitamina K, B6, fibra, hekur, bakër, mangan, folate dhe kalium. Është e mirë edhe për zorrët. Për shkak se është një ushqim i fermentuar, lakra turshi përmban natyrshëm probiotik dhe fibra prebiotike. Prebiotikët janë efektiv sidomos kur bëhet fjalë për kapsllëkun, diarren e lidhur me përdorimin e antibiotikëve dhe infeksionet, si edhe sindromën e zorrës së irrituar. Forcon sistemin imunitar, meqense afërsisht 70 deri në 80% e imunitetit ton varet nga shëndeti i zorrëve. Të dy sistemet janë të lidhura përgjithsisht, që do të thotë se çdo ushqim që mbështet zorrët e shëndetshme, gjithashtu mbështet një sistem të shëndetshëm imunitar. Është një burim mjaft i mirë i fibrave. Është vërtetuar gjithashtu se lakra turshi ndihmon edhe me sindromën e zorrës së irrituar. Sipas bazës së të dhënave ushqimore të Departamentit Amerikan të Bujqësisë, një filxhan lakër turshi përmban 4 gram fibra, që është e barabartë me 15% të vlerës së rekomanduar ditore. Ndikon në uljen e stresit. Është treguar se probiotikët kontrollojnë ankthin dhe simptomat e depresionit tek njerëzit për shkak të lidhjes midis zorrëve dhe trurit. Zorrët e shëndetshme janë gjithashtu baza për funksionimin e të gjithë trupit të njeriut. Dhe sipas informacioneve, lëngu i turshive po ashtu është i mirë për shëndetin dhe sidomos për personat me aktivitet të lartë fizik dhe ata të cilët kanë vendosur të bien në peshë me stërvitje. Deri pak kohë më parë, ekspertët supozonin që lëngu i turshisë ndihmonte te ngërçet dhe tek dhimbjet e muskujve, dhe rezultoi se ata kishin të drejtë.
Këtu ju do të gjeni të gjitha vlerat shëndetësore të lëngut të turshive që të son muskujt. Një studim i publikuar në revistën Medicine and Science zbuloi që meshkujt e dehidruar vuajnë më pak nga dhimbjet muskulare pasi kishin pirë lëng turshie. Për të arritur efektin e dëshiruar, mjafton pak më shumë se gjysma e një filxhani me lëng turshie. Ndihmon me hidratimin. Shumë njerëz janë të mendimit që uji është lëngu më i favorshëm për të hidratuar pas stërvitjes. Kjo është pjesërisht e vërtet. Uji me të vërtetë të bën mirë nëse jeni stërvitur për 1 orë ose pak më shumë, por në qoftë se ju stërviteni për orë të tëra ose në temperatura të ngrohta, nuk ka më mirë se sa lëngu i turshisë. Ky lëng është i pasur me elektrolite, nivelet e të cilave bien gjatë djersitjes. Ky lëng e ndihmon trupin që të rikthejë shpejt nivelin e elektroliteve të nevojshme. Është lëng pa yndyr i cili të vjen në ndihmë. Nëse po përpiqeni që ju të humbisni në peshë, atëherë me siguri ju do të qëndroni sa më larg pijeve me shumë kalori. Gjatë stërvitjes është mirë që të pini lëng turshie sesa pije të tjera kalorike, të cilat mund të jenë të shijshme, por në fakt nuk kanë të njëjtin efekt në marrjen e elektroliteve ose në zbutjen e dhimbjeve muskulare. Është edhe i përballueshëm nga ana financiare. Në qoftë se ju jeni konsumator të rregullt të turshive, duhet të dini që nuk keni nevojë të shpenzoni shuma të mëdha parash. Edhe nëse nuk hani turshi, mos e refuzoni lëngun e turshive si një alternativë shumë e lirë për të gjitha pijet të cilat zakonisht rekomandohen gjatë stërvitjes. Përmban plot antioksidant. Lëngu i turshive ka sasi të larta të vitaminës C dhe E, të cilat janë të pasura dhe me antioksidant të shkëlqyer. Antioksidantët e mbrojnë organizmin nga molekulat e dëmshme ose siç njihen ndryshe, radikalet e lira. Secili prej nesh është i ekspozuar ndaj radikaleve të lira, ndaj një dietë e pasur me antioksidant është gjithmonë një ide e mirë. Gjithashtu vitamina C dhe E forcon sistemin imunitar dhe luan një rol fantastik për organizmin. Mund t'ju ndihmojnë në përpjekjet për të rënë në peshë. Lëngu i turshisë përmban shumë uthull. Konsumimi ditor i uthullës në doza të vogla mund t'ju ndihmojë që ju të bini nga pesha. Ndihmon gjithashtu në rënien e nivelit të sheqerit tuaj në gjak. Një studim i publikuar në revistën për kërkimet shkencore për diabetin hodhi më shumë dritë mbi të mirat të cilat vijnë nga konsumimi i dozave të vogla të uthullës përpara vakteve. Studimi tregoi se uthulla ndihmonte në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak pas vakteve, gjë e cila tek njerëzit të cilët vuanin nga diabeti tipit 2 ishte mos e nevojshme. Sa më e ekuilibruar të jetë niveli i sheqernave, aq më të shëndetshëm mund të jeni. Ndihmon me tretjen. Uthullat tek lëngu i turshisë ndihmon me tretjen. Ushqimet e fermentuara janë shumë të mira për sistemin tretës sepse inkurajojnë rritjen dhe zhvillimin e baktereve të mira në stomak. Ëmbëlson aromën e gojës. Ndoshta lëngu i turshisë mund t'ju athartoj gojen në fillim, por në fakt ndihmon kundër aromës së rëndë të gojës. Herën tjetër kur ju të hani turshi, mos e derdhni lëngun, por ruajeni atë. Edhe nëse momentalisht nuk ju pëlqen shija, do të mësoni të shfrytëzoni vlerat e tij në të ardhmen e afërt. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.